lufta dhe paqja ka kulminacion të veta. Tani, akoma dhe sot flitet me gjuhën e luftës, sepse një katastrofë kaq e madhe, një operacion kaq spektakular nga njëra anë, e shef ana fitimtare, e shef si një gjë jashtëzakonisht spektakolare, kësa ana humse e përjeton me një dhimbje shumë thellë. Lugjina, si e shef rrjedhimin e... Unë mendoj që ky sulm ishte një testim apo një çmontimi të gjithë asaj fabulës së deterencës nukleare apo të kërcënimit nuklear që vinte nga Putin. Dhe tregoj fare qartë që Për ata që nuk e din të luan se përdor një term që quhet deterencë nukleare, bërthamore, që njerëzit nuk e kuptojnë se thotë deterencë, që është një strategji që, nëse thosh, duke patur armë shkatrimit gjigant në masë, nuk lejon luftën, bllokon luftën. Po ta përkthejmë se deterencë është në fjalorin tuaj. Me thënë të gjithë strategjinë e përmbajtjes apo frikën nga një konflikt bërthamor që ishte krijuar të paktën në këto 3 vite e më shumë të luftës, duket sikur çmontohet pasi tregoi pikërisht atë paaftësinë dhe mungesën ndoshta e përgjigjes dhe të gatishmërisë nga ana e Rusisë për ta parandaluar këtë sulm. Ajo që unë shoh është që i gjithë ky testim i forcës nukleare të Rusisë do të ndryshojë tashmë edhe bisedimet në tavolinë për arritjen e një paqe. Mendoj që nëse deri në emisionin e kaluar deri flisnim që Ukraina nuk ka më asnjë kartë, tashmë Ukraina ka një avantazh dhe mund të negociojë pak më ndryshe në tavolinë për të gjitha kërkesat që Rusia ka vendosur. Megjithatë, ashtu sikur se kemi dëgjuar dhe këto ditë, mendoj që prania e Trumpit do të ndryshojë sërish të gjitha balancat e fuqisë në këtë sens dhe mendoj që Trumpi tashmë do të jetë një prezencë e pashmangshme në tavolinë, edhe pse kam frikë që kërkesat më të mëdha që Moska ka kërkuar nuk është se do të zhbëhen dhe Ukraina patjetër do të dali disi e humbur, por nuk do të jetë aq maksimale në kërkesat e Rusisë.